Habit mjeku jap se të gjitha femrat duhet të përdorin gjethe lakre. Vitet e fundit janë bërë studime për vetitë e lakrës në shëndetin e njerëzve dhe ka rezultuar se ajo është e pasur me antioksidues dhe ka veti antiinflamatore. Ekspertët kanë këshilluar që kjo zarzavate të përdoret për të parandaluar sëmundje kronike. Dhimbjet e kokës. Lakra ndihmon për shërimin e dhimbjeve të forta të kokës. Neurologët rekomandojnë të vendosni fletët e lakrës pak të ftohtë mbi kokë. Nënat me gji. Ndodh që shumë grave gjatë kohës së qumshtit të kenë dhimbje. Gjethet e lakrës duken efikase po aq sa akulli. Aplikoni gjethet e lakrës mbi gjoks pasi lehtëson dhimbjet dhe ulëntjen. Para ciklit. Problemet që kanë femrat para ciklit janë të shumta dhe një prej tyre është edhe fryrja e gjoksit. Provoni të vini një gjethe lakre gjatë kohës kur jeni në shtëpi dhe kështu ju do të shikoni rezultatin.